Durrësi mirëpriti delegacionet zyrtare, ndërkombëtare dhe vendore në kuadër të përgatitjeve për lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Në këtë vizitë të rëndësishme inspektuese dhe koordinuese, morën pjesë përfaqësues të ICMG, OCMG, Komitetit Olimpik Shqiptar, Komitetit Olimpik të Kosovës, Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit të Shqipërisë, Ministrisë së Sportit dhe Rinisë së Kosovës, Komisionit Koordinues të Lojrave Mesdhetare Prishtina 2030, si dhe përfaqësues të Bashkisë Durrës dhe Bashkisë Prishtinë. Delegacioni i Lojrave Mesdhetare udhëhiqej nga presidenti Julian Bonello dhe sekretari i përgjithshëm Jakovos Filiposis, të shoqëruar nga presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Zoti Fidel Ylli dhe presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës. Gjatë takimit zyrtar, kryetaria e Bashkisë së Durrësit, zonja Emirjana Sako, riafirmoi angazhimin maksimal të qytetit të Durrësit për të qenë pjesë aktive në organizimin dhe zhvillimin e garave të lundrimit gjatë lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Vizita vijoi me inspektimin e hapësirave sportive dhe zonave bregdetare, ku do të zhvillohen aktivitetet e lundrimit, duke konfirmuar potencialin dhe rëndësinë strategjike të Durrësit në këtë event madhor sportiv për rajonin. Prishtina 2030 po afron sportin, bashkëpunimin dhe vizionin e përbashkët të dy vendeve tona drejt një organizimi historik për të gjithë rajonin mesdhetar.